Dëgjoje këtë para se të lëndohesh nga dikush. Shumica e njerëzve nuk të njohin, por megjithatë flasin. Mendo pak pse. Ata të provokojnë emocionalisht, të manipulojnë, bëjnë skena dhe shpërthejnë. Në fakt, gjithçka që thonë për ty, flet për veten e tyre. Është një pasqyrë e botës së tyre të brendshme. Prandaj, çfarë kuptimi ka të lëndohesh nga të tjerët? Nuk ka kuptim të debatosh apo të zihesh me ta, sepse ata nuk kanë çfarë të thonë realisht për ty. Kur flasin për ty, në të vërtetë flasin vetëm për veten. Ajo që e mbajnë brenda del jashtë. Kështu, kur takon njerëz negativ, kuptoje drejt. Ky njeri është thellësisht i palumtur. Një njeri i lumtur është i pastër nga brenda. Flet mirë, sillet me pozitivitet, të afrohet me energji të mirë. Prandaj, mos gjyko askënd, mos harxho energji me kritika apo debate. Thjesht vendos kufi me ata njerëz. Pranoj ashtu siç janë, por mos u përpiq t'i shpëtosh. Mos u lodh duke u munduar t'i ndryshosh. Ata janë thjesht të palumtur. E vërteta tingëllon si urrëtie për ata që urrejnë të vërtetën.